Shikues të dashur, tash u rikthyem përsëri edhe pas këngës në studio dhe është koha të flasim për ushqimin, për shëndetjen, për zakonet e vogla rutinën në jetën tonë, se çka mundemi me ndryshu në mënyrë që të kemi një shëndet edhe më të mirë, një energji më shumë, për në anën tjetër të ndihemi edhe emocionalisht dhe psikikisht edhe më mirë, më stabil, të jemi më të fortë në anën tjetër. E gjitha këto mund të jenë me disa hapa të vegjël që ndoshta një herë në fillim nuk është se na duket se po bëjmë kush e di se çfarë, pastaj e shohim edhe ndikimin e tyre. E gjitha këto ne do t'i diskutojmë bashkë me Albulen Shabani Ilazi që e kemi në studio. Albulena ka ardhur, ju e njeni me Lenën. Lenën e kemi pas në studio edhe herave të tjera ku kemi marrë këshilla prej saj edhe jemi informuar saj përket nutricionit, po ashtu shëndetit në përgjithësi, ushqimit të shëndetshëm dhe jo vetëm sepse kemi diskutuar qoftë edhe për ëmbëlsira që shpesh konsiderohen që munden me qenë si ushqim indaluar, por me Lenën i kemi inkorporu diqysh në këtë regjimin dhe dieta tona. Mirë mëngjesi, mirë se na ke ardhur. Mirë mëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi që kemi bisedë me ty, unë për vetë e kënaqem, së shumë prej teje, por në anën tjetër edhe video të shikoj çdo herë kur ndajnë, e di që janë disa këshilla shumë të vyshme që mundemi me i fut në rutinën tonë. Atëra ka diçka ndryshimet që ne mundemi me i bo, se flasim fillimisht të çka janë ato gabimet që shpesh herë i bëjmë në rutinën tonë, pastaj dalim të ndryshimet. Kënaqësi gjithashtu edhe për mua, sidomos se cilën herë edhe më shumë m'jep jetë, m'jep motiv me vazhdu në këtë fushën teme, sa më shumë që rritën vetëdijsimi edhe sa më shumë që po ndikojmë bashkë, se në çdo dalje temen, kudo që dalë, edhe të jo gjithashtu, dhe më thonë, kam lavdrata, kam kërkesa pastaj tjera, hapi një dritare tjetër për një kërkes tjetër, edhe sa do pak ato ndryshimet e vogla, që po fillojnë mu bo, edhe veç po fillojnë me ndryshu se cilin herë ma shumë, e kjo është shumë kënaqësi për mu që bashkë po ndikojnë, normal edhe me hapësirën e juve televizive kjo ka shumë rëndësi. Unë sa herë ku më thonë, edhe kjo është kur veç më thirë Rajmunda, i thash që kjo është ajo që e thëmë çdo dolje që shprehit, disiplina. Dhe më thonë, edhe natyra jam e punës është me ndryshimet vogla. Nëse një person ofruhet për konsult ose për këshilla prej meje, absolut të asnjëherë nuk funksionoj me dieta ekstreme. Se çdo sa që e kemi të kufizu me njetë, jemi të prime mos me bo, ose jemi të prime me bo afat shkort. Edhe kështu që kufizimet nuk i dojmë. Nuk i dojnë që njëri kufizimet. Kështu që me ndryshimet vogla muja me bo ndikime shumë të mdhaja, po kuptohet afat gjate. Në më thonë, asnjëherë nuk jam pro e dietave të shpejta, dietave ekstreme, dietave që po mënojnë na hupin kilogram tepër shumë, po tani normal që në del tepër punë, edhe me shëndet edhe mirëqenje në përgjithësi. Më thonë, sa herë ku më thonë prapëri përsëri, se nuk ka filozofi, thjesht është disiplina edhe ndrimi i shprehive. Nëse kemi arrit me bu shprehi për keq ushqyeshmëri, nëse kemi arrit për shembull mos me pas disiplinë, çdo herë na jemi të vetëdijshëm. Çdo vakt që hajmë, mas atij vakti ti vetëdijshëm që të provë, se trupi ta jep mesazhin që te ke të provë. Thjesht kjo është një diçka që përdesa ti po mundesh me bu çeton, vazhdimsi. Çdo ndryshim i vogël që ti e bën mundesh me bu edhe në aspektin e ndryshimit qoftë pozitiv ose qoftë negativ. Faktikisht, nëse bojmë ndryshime negative, ma shpejt i bojmë edhe dojnë e bojmë ma shpejt të vërtet. E këto ndryshimet e mira nuk vrijen shumë, po janë të ngadalshme, po normal që janë me ndikim edhe afat qartë. Për shembull, çka po gabojmë në momentin kur zgjohemi në mëngjes, cila duhet të jetë një rutinë e mirë drejt hapave të suksesshëm, pastaj edhe drejt ndryshimeve që mundemi me i pa në trupin tonë. Është me nis ditën sepse shpesh herë me nis ditën me një gotë ujë të ngrohtë, me limon, jo me diçka tjetër, jo pi vitamina, s'pi vitamina, e ha mëngjesin ndoshta në një orë të caktuar ose e ha mëngjesin shumë vonë që pastaj dalim ketë në kohë të drekës. Ku dhe cilat janë gabimet dhe çka duhet me ndryshu? Për shembull, çka është mirë tash ne në mëngjes? Kjo është
që na ka përfshi në shta dinamika e jetës, se nuk mujna me bo kujdes ose shprehi për shembull të rregullta. Me nëgjesi e dim që shumica prej nesh, pse një pjesë ndoshta ta shpimundsohet edhe online ose me orare të ndryshme, shumica për neve jemi jashtë, dalim për punë. Edhe është mirë, unë e them ndryshime duhet më bu prej listës blerjes. Faktikisht nuk është të thone pa tjetër me bu plan... Faleminderit, e vërteta. Nuk është pa tjetër se cili me bu plan të ushqimit, nëse s'ka mbi peq, ose nëse s'ka nëjë problem shëndetësor, atër me bu një plan të paktën gjatë javës që ka me hongër në punë, që ka me marrë me veti në punë. Ndryshimi i parë mund të jetë marrja ushqimit me veti në punë. Thjesht, planifikimin për gjësi, që po merë në punë, edhe që kemi përgatit për darkë në shpe. Në momentin që e planifikojmë, në fillim të mujt, jemi ma disciplinume, bojmë shprehime, bo planifikimin. Mrapa asoj, ti edhe ekonomikisht del ma mirë se dhe blerjet i bën të kufizume, atë sa të duhen, edhe sasin e ushqimit e bën atë sa të duhet, nuk e te përën me sasin që me pas nevoj me gjujt ushqimin. Unë e kuptoj që për shembull familje, kryesisht për momentin, sidomos fëmijëve, për shembull ja plotësojmë dëshirat, na kemi dëshira të tjera, sidomos këtu përfundon prindi, për shembull nana, kryesisht ajo që përfundon me neglizhu veten, a e kupton. Po nëse bujmë shprehi, për shembull, qoftë te blerja, okej, nana prapse kam mu sakrifiku se duhet nashta mu përshtat me antar tjerë të familjes, se kica kam edhe unë vet, kur i bëj 4 kutija, në fund kutim të me lo Qka ka mbeti, e vërtet. Ose për shembull, adin mundona mu përshtat, po thjesht kur i ki të ofrume, për shembull, kur nuk e ki chipsin, kur nuk e ki ushqimet, për shembull, paketume, konzervume, kur nuk ja ofron fëmisa edhe në shkollë nuk i merr. Se si ka, nashta i pëlqen, nashta i dën, nashta i lakman për shokëve, po thjesht nuk i ka të ofrume, nuk i ofrohen edhe fillan me bo si shprehi edhe nuk është që i kërkan. Edhe i zëvërton me sende tjera. Edhe ti vetë, unë shpesh e thëmë për shambull në punë, nuk ka send ma letësi se me marë ushqimin me veti. Se faktikisht ti krejt atjo pjesa paraditës, ti kime me ndu ku me porosi, që me hongër sot, ose kime shkutu e vetë në njonin për i kolegve, që po hambet i sot, që po porosit sot. Ide pasaj shpenzem... Po, që të ngarkon edhe të shpenzën energji edhe të ngarkon psikikisht. Plus ekstra ki shpenzën, plus se ki sigurim, plus se ki kualitetin, plus, më thë, krejt jonë negativ, na prape bojmë. Thjesht, sen një parë që du të me ndru në stilin e jetesës, është planifikimi. Sa ko thuhet që du të me kalu për me u kryu në një shprehi? Me kryu një shprehi e mirë, du shme pas dorem 21 det. 21 det. Po, në 7 dit e para e vrejnë ndryshimin. E vrejnë një shkendi ashtu. Nuk di nëse na i kush në i faz tjetës ka fillu më ushqymir, ose ka pas vedisim, qofte ka pas në i problem shëndetësor, qofte në i grip që o do është pa tjetër më ushqymir, nuk di nëse na i kush gjatë tjetës se ka provu qatë ndjesi. Edhe du të me kujtu qatë ndjesi edhe me vazhdu me bo. Tjetra, për shembull, vaktin kryesor në familje, sot kemi plot zgjidhje. Sot kemi zgjidhje, kemi mënyra mi rujt ushqimet, për shembull, mi përgadit një sos, paraprakisht në vikend, tazojmë, për shembull, një sos me perime të kutë që zakonisht gjellat i bojmë në anket formë, e nëzirë mishin në nëgjesë, kur vjen 2-3 perime, një salot edhe është ma ekonomike edhe kretë familja hajnë shëndetshëm edhe i merë kretë lirat ushqyse e pregadit kolagjenin para prakisht edhe del 2-3 muj për shembull një sasi e kolagjenit dikun 5-6 litra për shembull del 2-3 muj mi janë shtu gjellës nëse vetë s'ki ko se cilën herë me pregadit mesha e kuptan 2-3 herë njofë që i ma i lirë pregadit mesh pisën tjetër pregadit kolagjenin dhe më thonë sot ka ardhë qatë shumë zgjidhje, qatë shumë mundësi ki mundosh me gjetë për shembull konsulta me i vish me linën me po vetë do të për shembull ki plus jemi të hapun këtë kohë në jep këshillat për gjithshme. Në rrjetet sociale, në profilet të ndryshme, informata, këshilla ku mundemi me i marë ma dje dhe me video mundemi me pasë që shpe përgatit edhe papages tjeshtë, është i vetë nisëm që na në Kosovë kemi edhe papagesa, e kuptojnë, nuk ki nevoj për shembull me shpendzu, se realisht mu mas shumë tim pengon se e marrin plani ushqimit, fitnesi, ajo së pëmoj se më kushtojnë. Të kushtojnë, në shumë e vërtet që të kushtojnë nëse ti veç ke bo dëmë.
Edhe nëse ka arrit me një problem shëndetësor, plus prap kime pas kufizime. Nëse jemi një tiroidet, i kime pas kufizime. Nëse jemi konstipacion që ka arrit me bot dëm në zorë ti normal, që kime pas ekstra produkte që kime ble ekstra suplemente. E që ndryshojnë tash këto ndryshimet, do thot, qëfar efekti mundemi me pa një në organizmin tonë brenda, në shëndet, në qofë se fillojmë të ushqemi shëndetshëm. Ushqime normale, po duke eliminuar tomat rrezikshme. Se një parë është tretja. Më thonë, fillimisht në zorën tonë, përgjithësi metabolizëm, çdo ndryshim që bëjmë qoftë pozitiv, qoftë negativ, fillimisht mesazhi i parë ta jep sistemi i tretës. Tu përfshi, për shembull, prej enzimave të gojës deri te jashtëqitja. Ja kime pas, për shembull, nëse ke qështjerisht një refluks, ja kime pas konstipacion, ja kime pas fryrje, po nëse fillon më ushqymi, nëse merr fibra, nëse merr fruta, falni perime të nevojshme, automatikisht kime pa të jashtëqitja. Më thonë, fillon më pastru me rregull. Nëse bojmë një regjim të rregullt 21 ditë, pas 21 ditëve, vishë se kina e problem kronik me zorë, ti kime pas jashtëqitje të rregullt. Më thonë, në momentin që ti ki jashtëqitje të rregullt, edhe fillon mikrobioma flora e zorës mu rregullu, ti pa tjetër që kime pas imunitet ma të mirë. Pse? Sepse aty fillon mu stabilizu prodhimi i kortizonit, pastaj pi prodhimit kortizonit, lirohen edhe serotonina, hormoni lumturis, pastaj fillon mu prodhu melatonina, normal, një tregut fillon me pasë gjumat mirë në momentin që ti ullet kortizoni, ullet nivelli i stresit, fillon mu stabilizu gjumit, i pa tjetër kime pas energji ma të mirë dhe disponim ma të mirë. Më thonë, këtu janë ato elementet e para që ti mund është mi jep, mos të flasim që momentin që kalon një muj dë, atër ti kime pas edhe pesh. Më thonë, ja fillojnë robat me troma të marë. Me dojnë shëveng. Fillon munima me energji, fillon lëkura me shkelqy, dhe janë ato efektet pas 2 mujve. Realisht në 3 muj mera me një person. Pa marë parasysh, çfarë do problemi që ka, që më thonë ka arrit një ndikim, veç 3 muj arrit me bu shprehi të mira dhe gradualisht ai person... Kur e shë vetë ndryshimin edhe sa mirë, po i bën efektin që ka pas të vazhdojnë. Mundet me pas periuda për gjatë virës shumica, je kanë çrregullu ushqimin, nuk i kanë mojt planet, ose nuk kanë shku më bas të këshilla, veç nëse ka pas paketër të nevojshme, po asë nuk kanë shtu pesh, kanë ndru energjia, kuptohet, për shkak që e thash që sistemi tretës kryesisht jep ato mesazhet e para dhe sikletet, po pesh nuk shton, edhe mëson saktë se qysh me vepru me trupin. Mo nuk ka nevojë as për alblenën, as për një dietolog, as për një nutricioniste. Gradualisht për 3 muaj na e mësojmë faktikisht se çka po ndikojnë pozitivisht edhe çka po ndikojnë negativisht të këtë Tash në këtë sezon jemi në vjesht, pas taj kalujem ndimër, shpesher ndështë e ngatrojmë ose kemi kriju këtë mendësin se tash kemi ma pak ushqime, s'po dima s'ka me bo. A kemi mjaftueshëm ushqime tash sezonale, që na i plotëson krejt vlerat e nevojshme, do të thotë edhe ato ndështë prej atyre pemve perimeve që i kemi pas gjatë verës, tash si kemi me s'ka mundemi me i plotësu. Shumit që përmene sezon. Në çdo sezon natyra ju ofron frutat, perimet edhe ushqimet që i duhen trupit për atë periudhë. Në këtë periudhë na duhen shumë antioksidant, na duhen shumë vitamina, na duhen shumë minerale, edhe për atë arsye dhe i shohim frutat me ngjyra shumë theksume edhe të errta. Për shembull, kuqe errtë, portokall të errtë, për arsye se këto janë frutat edhe perimet që përmbajnë antioksidant, që janë shumë fuqishme, që e përgatitin trupin edhe imunitetin e trupit dhe mbrojnë të njëjtën kohë prej këtyre ndryshimeve të temperaturave që janë për shembull prej nxehtit tek temperaturat më të ftofta, ndryshimet e temperaturave. Për shembull, kungulle, e kemi shegen, i kemi pasaj gështënjat, që në këtë periudhë nëse ha një porcion me gështënja s'ki nevojë me ungër buk gjatë ditës, se i merë komplet ato vlerat ushqyese, fibrat, vitaminat, mineralet, karbohidratet e mira, që i përmban buka, i merë të gështënja dhe krijon ngopje. Trupit nuk i vyn moshalqini. A i kupton, i merë vlerat ushqyese që i vyn tash në çdo sezon, natyra i ka ofru ato që ka i duen trupit. Trupit për momentin i vyn protein, i vyn antioksidant shumë fuqishme, i vyn vitaminat e mineralet që për shembull ndikojnë
që kanë magnez, po ndikojnë edhe me sintetizu, për shembull, i vyndej për me marë ekstra, për shembull qoftë për mes ushqimit, qoftë për mes suplementeve, për me absorbu edhe kalciumin, i vynë ato që i kemi në sezon, ato që na ofrojnë, ato le t'i shfrytëzojmë. Më thënë, gjithë sezon na dim mi rujt, mi konservu, përshka na duhen mas madhe probiotik dhe tash turshit i kemi në mas madhe që i kemi pregadit, kuptohet probiotik për i turshive i marim nëse veç i bojmë pa adetiv të shtume, i bojmë vetëm me krep edhe me uthull ose me vaj eventualisht, pa i keqtrajtu, pa i djeg shumë, pa i pjek shumë, më thënë, bo fruta, perimet e fresta, vetëm me krip edhe me uthull, pas taj reqelat ndryshme, kuptohet pa sheqer, tash e kemi mundësin, ma herët s'kam pas mundësi mi rujt frigorifer, ose ngrirje thellë, tash e kemi mundësin mi rujt edhe pa sheqer të shtume, i pregadisim, i kemi mënyrat, i kemi ato shishet e qilqit që ndoshta ma herët nuk është që i kam pas, i rujmë, i paketojmë edhe ato reqela për shembull për një mëngjes, një buk integrale, ose buk pa gluten integrale, ose një buk që ka sasi të lartë farave që mujmë me pregadit edhe vetë, me reqel, me një kas ose për shembull me i merë edhe yndyrnat të shëndetshme, një vezë zime, merë proteinat që i duhen për shembull trupit. Një vakt që është sot të vogël, me marë edhe me vetin punë, po qoftë edhe në shpe, mjafton. Edhe pas taj du të shojmë edhe ndryshimet. Po, pa tjetër. Më thënë, ta shfrytëzojmë sezonen, po ta shfrytëzojmë për shembull e vjeshtën, mi rujtë edhe mi konservu ushqimet njërën e duhur që mi pas edhe gjadimi, po prapë se prapë gjadimit, i kemi frutat e thata, i kemi për shembull turshit, shtojmë sasin e proteina, sepse trupit me sa ma shumë që temperatura ma të larta shpenzon ma shumë, do me thënë djeg ma shumë kalorie dhe kështu që i duhen ma shumë proteina, shtojmë sasin e mishit. Adin në gjdo fazë, për shembull në gjdo sezon, ne i kemi mundësi. Sot abdi njën të gjitha, kështu edhe njën të pome edhe mujna me vërtet. Janë letë të qasshme për publikun, jo vetëm këto recetat edhe këshillat, por edhe produktet i keme nëse cilin vend në tregje mobile, ku edhe mundemi pastaj me ndihmu edhe të tjerët që kanë edhe prodhime vendore. Ja është me qanë të orientume dhe mi zgjidh kuptohet sa herë thëmë, vendore, sezonale, tradicionale, sa ma ofër, sa ma shumë mi marë në përbashkë, prej aty në që punojnë, po marë. Lina, faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për këto informata, faleminderit për këshillat, çdo herë kënaqësi me bisedu me ju. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, edhe që po më dëgjoni. Faleminderit.